Habit mjeku, vetëm një gotë lëng kumulle në ditë dhe do t'i thoni lam të mirë këtyre sëmundjeve. Lëngu i kumullave të thata ka bërë për vete shumë njerëz në mbar botën, falë aftësive që ka për të zgjidhur problemet e mundshme të konstipacionit. Ky lëng gjyrë është i pasur me antioksidantë dhe substanca të tjera, të cilat do të përmirësojnë kështu shëndetin nga kokat e këmbët. Nëse jeni në kërkim të një mënyre natyrale për të përmirësuar tretjen, dëndësinë kockore, zorrën e trashë, shëndetin e zorrës e të tjera, atëherë nga dieta juaj nuk duhet të shmangni edhe konsumin e lëngut të kumullave. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Në këtë video sipas Healthline do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga lëngu i kumullave të thata. Por si fillim, si ta përgatisni lëngun e kumullave për dietën tuaj? Nxjerrja e lëngut nis nga tharja e kumullave. Në fillim ato i vendosni në ujë të nxehtë dhe i vloni derisa frutat të nisin të shpërbëhen. Më pas masën e përfiltruar e filtroni dhe pjesën e mbetur është lëngu i shijshëm dhe i pasur me fibra, të cilat janë përbërës të rëndësishëm edhe për sistemin tuaj tretës. Por cilat janë të mirat dhe përfitimet që do të merrni nga konsumi i këtij lëngu? Një gotë vetme nga ky lëng përmban vitamina, minerale dhe polifenole. Kumullat e thata përmbajnë në veçanti shumë elemente të magnezit, kaliumit, të fosforit, selenit, manganit dhe zinkut. Ato janë gjithashtu të pasura edhe me vitaminën C, tiamin, vitaminën B6, vitaminën A, vitaminën E dhe vitaminën K. Por cilat janë vlera dhe përfitimet që do të merrni nga konsumi i lëngut të kumullave të thata? Ato janë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese në betejën kundër problemeve të konstipacionit. Ky lëng përmban shumë fibër dhe përbërës natyral të quajtur sorbitol, që ndihmon në jashtëqitje dhe lehtëson edhe lëvizjen e zorrës. Për më tepër, ky lëng ofron edhe një zgjedhje afatgjatë kundër problemeve të konstipacionit. Shtimi i kumullave të thata në dietën tuaj do të ndihmojë që të keni kocka të forta dhe më të shëndetshme. Antioksidantët e fruta dhe perimet do të luftojnë radikalet e lira të cilat gërryejnë kockat dhe përshpejtojnë frakturat dhe thyerjet e tyre. Lëngu i kumullave të thata do të përmirësojë dëndësinë kockore edhe i bën ato gjithashtu edhe më të forta sepse përmban nivele shumë të mira të kalciumit, të magnezit dhe vitaminës K. Shëndeti juaj i zemrës do të përmirësohet me shtimin e kumullave të thata në vaktet tuaja. Studimet shkencore janë të pamjaftueshme, megjithatë ato tregojnë se ato janë një zgjedhje shumë e mirë edhe për shëndetin tuaj të zemrës, duke i dhënë atyre edhe rezultatet më të mira ushqyese për organizmin. Lëngu i kumullave të thata mund të ndikojë pozitivisht në uljen e kolesterolit dhe tensionit të lartë të gjakut. Konsumi të paktën 12 kumullave të thata në ditë do të ulë ndjeshëm nivelin e kolesterolit dhe do të përmirësojë ndjeshëm shëndetjen e zemrës. Shtimi i kumullave të thata në vaktet tuaja ditore do të mbarvajë edhe shëndetin tuaj të peshës. Studimet kanë nxjerrë në pa rolin e kumullave të thata se nuk e rrisin menjëherë glukozën në gjakun tuaj dhe se ulin gjithashtu nivelet e sheqerit në gjak. Kumullat e thata përmbajnë sorbitol, një substancë e cila përdoret edhe si një alternativë për shëndetin e diabetikëve. Ato janë të mira gjithashtu edhe për shëndetin e mëlçisë. Ekspertët konfirmojnë se kumullat e thata kanë ndikime të tyre pozitive në shëndetin tuaj të mëlçisë. Ato mund të përmirësojnë shëndetin e saj dhe të lehtësojnë një sër komplikacionesh. Ndaj shtimi i kumullave të thata në vaktet tuaja ditore do të përkthehet në një ushqyerje më të mirë të shëndetit dhe më pak komplikacione. Por si të përgatisni kumullat e thata për dietën tuaj në mënyrë që të merrni përfitimet e tyre? Përbërësit që u duhen janë 1 filxhan me kumullat të thata dhe 5 filxhan me ujë të pishëm. Përgatitja e kësaj recete bëhet në këtë mënyrë. Udhëzohet të vendosni ujë në zjarr dhe më pas, pasi të ketë marrë val, në një kavanos hidheni atë edhe shtoni kumullat e thata pa bërthama. Mbulojeni kumullat me ujë dhe lini të qëndrojnë në të për të paktën 24 orë. Më pas futeni edhe përmbajtjen në kavanos në një mikser dhe lëngu do të jetë kompakt dhe përdoreni atë për 24 orët e ardhshme.
Është një mundësi shumë e mirë për të marrë përfitimet e saj dhe për të evituar efektet anësore. Kumullat e thata janë të mira për shëndetin dhe lëngu i tyre mund t'japë rezultate fantastike në rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Kumullat janë të mbushura me lëndë ushqyese thelbësore që mbrojnë lëkurën nga problemet e përditshme. Kumullat nuk kanë vetëm një shije të këndshme, por gjithashtu janë të pasura edhe me veti të dobishme për shëndetin e lëkurës dhe lehtësimin e problemeve të saj. Kumullat që gjenden përmbajnë kalium, që ndihmon në rregullimin e niveleve të presionit tuaj të gjakut, dhe fibra të cilat kontribojnë në një shëndet më të mirë të zemrës, duke ulur kështu edhe nivelin e kolesterolit, citon dhe LSI. Ekspertët i cilësojnë kumullat si një përzgjedhje shumë e mirë për të nisur ditën dhe për të mbajtur larg komplikacionet ditore. Shtimi i kumullave të thata në vaktet tuaja mund të përmirësojë gjithashtu edhe peshën. Kumullat janë të ulta në kalori dhe të larta në fibra, të cilat mund të nxisin ndjesinë e ngopjes dhe të zvogëlojnë gjithashtu ngrënien e tepërt, duke ndihmuar në një menaxhim më të mirë të peshës trupore. Kumullat kanë veti të mira kundër plakjes. Antioksidantët që gjendet te kumullat, duke përfshirë këtu vitaminën C, ndihmojnë në luftën kundër radikaleve të lira që mund të çojnë në plakjen e parakohshme, duke promovuar një lëkurë të shëndetshme dhe më rinore. Shtimi i kumullave në dietat tuaja mund të ndihmojë edhe në prodhimin e kolagjenit. Vitamina C është thelbësore për sintezën e kolagjenit, i cili do të mbështesë kështu strukturën dhe elasticitetin e lëkurës. Konsumi i kumullave mund të ndihmojë në rritjen e prodhimit të kolagjenit dhe ruajtjen e shëndetshme të lëkurës tuaj. Kumullat janë të mira për shëndetin dhe një i rritur duhet i ketë pjesë të pandarë të dietave të tyre. Kështu ndikimet e tyre në shëndet do të jenë më të plota dhe më të fuqishme. Kumullat njihen si multivitamina natyrale dhe pse ndoshta nuk i konsumojmë aq sa duhet. Ka disa arsye pse duhet i konsumoni më tepër në dietën tuaj kumullat. Kumullat përmbajnë më tepër se 80 lëndë ushqyese. Kumullat ndihmojnë që të përthithni më mirë hekurin në nivelet e trupit tuaj, sepse janë një burim shumë i mirë i vitaminës C. Një kumull do të ofrojë 84% ujë, 0.6% protein, 10% karbohidrate dhe 2.1 gram fibër dietike. Përveç kësaj, kumullat kanë nivele të ulta të yndyrnave dhe kalorive dhe përqindje të lartë të vitaminës A, vitaminës C dhe vitaminës E, kalciumit, magnezit dhe kaliumit. Ja disa përfitime që do të merrni nga konsumi i kumullave sipas Healthline. Ato do të ndihmojnë në uljen e niveleve të sheqerit të lartë në trup. Kumullat kanë indeks të ulët të glicemisë, që do të thotë se mund t'ju ndihmojnë të kontrolloni më mirë nivelet të sheqerit dhe të zvogëloni riskun e zhvillimit të diabetit të tipit 2. Kumullat janë të mira sepse mund të ndihmojnë gjithashtu edhe në përmirësimin më të mirë të kujtesës suaj. Nëse konsumoni të paktën 5 kumulla në ditë, do të ndihmoni organizmin për të liruar veten nga efektet e radikaleve të lira dhe të cilat ndikojnë në keqruajtjen e kujtesës suaj. Kumullat janë plot me antioksidantë, të cilat do të ngadalësojnë zhvillimin e sëmundjeve të Alzheimerit, sipas ulëntimeve shëndetësore nga Universiteti i Harvardit. Ato gjithashtu përmbajnë antocianin dhe quercetin, të dobishme në parandalimin e ndarjes së qelizave të trurit. Shtimi i kumullave në vaktet tuaja ditore do të përkthehet gjithashtu në një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj të zemrës. Një kumull e freskët përmban 113 mg kalium, i cili ndihmon në kontrollin më të mirë të tensionit të lartë të gjakut dhe zvogëlimin e riskut të goditjeve në tru dhe sulmit në zemër. Kumullat do të përmirësojnë gjithashtu edhe mbrojnë sistemin tuaj tretës. Kumullat do të lehtësojnë problemet e kapslëku dhe ndihmojnë kundër problemeve me tretin e ushqimit, pasi janë të pasura edhe me fibra të cilat janë dietike, sorbitol dhe histain. Kumullat e thata janë produkte natyrale të mrekullueshme që përshpejtojnë sistemin tuaj tretës. Një tjetër mënyrë që mund t'i konsumoni kumullat gjatë gjithë vitit është t'i zhysni ato në ujë të zjerë, t'i lini të ftohen pak dhe më pas mund t'i ngrini dhe t'i përdorni sipas nevojave tuaja ditore.
Shtimi i kumullave në vaktet tuaja ditore do të ndihmojë në forcën më të mirë të shëndetit të kockave. Studimet nga Universiteti i Shtetit të Floridas dhe Oklahomas kanë shqyrtuar për 12 muaj dy grupe të grave në periudhën e pasmenopauzës, një grup që konsumonte 100 gram kumulla të thata në ditë dhe grupi tjetër që konsumonte edhe 100 gram mollë të thata në ditë. Të dyja grupet konsumuan suplemente të kalciumit dhe të vitaminës D. Grupi që konsumonte kumulla të thata kishte densitet më të mirë të kockave të tyre, krahasuar me pjesën tjetër të grupit që nuk i konsumonin ato. Kumullat janë të mira për shëndetin dhe një i rritur duhet i ketë pjesë të pandarë të dietave të tij, dhe rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet fantastike. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.